Policia e shtetit ka bërë të ditur arrestimin e Gert Gjinararit, një shtetas i dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia italiane dhe shqiptare, i cili është padhur në kërkim pas mosbatimit të vendimit gjyqësor për rikthimin e tij në burg. Sipas autoriteteve, 52 vjeçari rezulton i dënuar për vrasjen e Naim Zyberit, ngjarje e ndodhur në Milano në vitin 1997, ku hetimet zbuluan se autorët kishin hyrë në ambientet e spitalit duke u paraqitur si familjar të pacientit dhe kishin kryer ekzekutimin me armë zjarri, të fshehur në një buqet me lule. Për këtë krim, Gjinarari është dënuar me burgim të përjetshëm nga gjykata italiane dhe më pas është ekstraduar në Shqipëri për të vuajtur dënimin. Në vitin 2019, gjykata e Korçës vendosi lirimin e tij me kusht, një vendim që më pas u konsiderua i debatueshëm dhe urrëzuar nga gjykata e apelit, e cila urdhëroi rikthimin e tij në burg për vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit. Pas këtij vendimi, dënuari nuk është paraqitur për ekzekutimin e masës dhe është padhur në kërkim ndërkombëtar. Policia njofton se arrestimi i tij është kryer pas veprimeve të koordinuara dhe se aktualisht po vijojnë procedurat ligjore për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe rikthimin e tij në sistemin penitenciar.